vazhdim të publikimeve të përgjimeve ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj nga dosja timore SPAK, zbulohet se Veliaj ka organizuar një fushat të mirë koordinuar mediatike nga burgu i Durrësit për të ushtruar presion ndaj prokurorisë dhe gjykatës. Në bisedat e përgjuara, Veliaj rezulton të ketë komunikuar intensivisht me vllajën e tij Arber Veliaj, bashkëshortën Ariola Zoza dhe bashkëpunëtorë të tjerë, duke u udhëzuar për publikimin e statusve, shkrimeve dhe përgatitjen e deklaratave mediatike. Veliaj ka kërkuar që të gjithë bashkëpunëtorët që angazhohen maksimalisht për të mbajtur gjallë fushatën publike, duke organizuar pyetje përgjigje, intervista dhe daljet e avukatëve të tij në media. Në disa raste ka kërkuar sponsorizimin e shkrimeve kundër SPAK dhe prokurorëve, si dhe koordinimin me redaktorë dhe figura mediatike të njohura për të siguruar mbështetjen publike. Ai gjithashtu ka këmbgulur që të bëhen pushime të koordinuara në rrjetet sociale dhe që çdo veprim të jetë i mirëmenduar dhe orientuar për të ndikuar opinionin publik përpara seancës së apelit. Përgjimet zbulojnë se përpjekjet e Veliajt për të përfshirë në mbështetje edhe përfaqësues të tjerë, si dhe për të organizuar takime me figura të ndryshme publike që do të shkonin të takonin në burg. Në komunikimin e tij del qartë se Veliaj është përpjekur të kontrollojë çdo detaj të komunikimit publik, duke kërkuar mbikëqyrje të vazhdueshme të mediave dhe të përzgjedhje të kujdesshme të gazetarëve që do të merrnin pjesë në konferencat për shtyp. Fushata e tij duket të përqendruar në krijimin e presionit publik ndaj institucioneve të drejtësisë, në një kohë që po përballet me akuza të rënda në proceset gjyqësore.